Normalisht që jam munduar të interesohem dhe të marrë sa më shumë informacione, edhe pse koka ime është rënduar, është bombarduar nga informacionet që kam marrë gjatë këtij muaji të fundit. Por logjistika është jashtëzakonisht e vështirë, sidomos për gazetarët dhe për tifozët, me qenë se ka stadiume për shembull që kanë 28.000 vende për parking të makinës dhe asnjëri prej tyre nuk ofrohet për tifozët apo për gazetarët, para mendoni. Dhe ka stadiume që në një perimetër rreth 6 kilometra rreth stadiumit nuk mund të ecësh në këmbë. Pra duhet patjetër të marrësh transportin publik apo me taksi që të shkosh në stadium. Kjo është diçka që do të jetë një sfidë e madhe për tu kaluar, por besoj që të gjithë tifozët do ta shijojnë. Do të jetë vape madhe në Amerikë, vapa veç ka nisur, shumë prej futbollistëve dhe kombëtarëve po ankohen për nxehtjen e madh. Janë ankuar edhe tifozët sepse FIFA për një moment ndaloi hyrjet e tifozëve në stadiume me shishe të ujit, shishe të plastikës. Dhe pastaj duke pasur protesta të shumta e riktheu vendimin që të lejohen shishet e ujit edhe për tifozët në stadium. Do të ketë eksperienca të ndryshme, sfida të mëdha, po ashtu edhe në Meksik. Do të jetë hera e parë që do të punoj në këtë shtet. Shpresojmë pa incidente mbi gjitha, sepse një nga shqetësimet për shembull të ngritura edhe për çështjet e sigurisë është Irani dhe ka patur një lajm paktën se Irani është ankuar për trajtimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që i kanë dhënë viza futbollistëve të kombëtares, por presidenti i federatës për shembull dhe disa anëtarë të stafit nuk janë lejuar. Dhe kur flas për çështjet e sigurisë dhe të frikës, flas edhe në raste si këto, për shembull në një ndeshje ku do të luajë Irani. Patjetër, nëse marrim shembull çfarë ndodhi Zvicrës me Brill Embolo, një lojtar i Zvicrës nuk u lejua të udhëtonte drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe u desh që të priste të udhëtonte ndaras nga ekipi, erdhi me 2 ditë vonesë. Pra një lojtar të Zvicrës kur i ndodh kjo, paramendoni për shtetet e tjera që normalisht do t'i nënshtrohen masave të rrepta të sigurisë. Tek Irani kujtojmë që do të ketë mundësi të luajë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëse kalohet faza e grupeve dhe të dyjat kualifikohen, pra ka themi një farë frikë të madhe se çfarë mund të ndodhë nëse ballafaqohet Irani me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kupën e Botës. Dakor, shpresojmë shumë që jo më pas në qytete të tjera, të paktën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ne folëm për Meksikën që do të presë edhe ndeshjen e parë, po besoj se masat e sigurisë, pastaj qeverisja në gjitha shtetet ku do të luajnë ndeshjet, je informuar siç duhet, apo jo, dhe nuk ka probleme të paktën të sigurisë. Jam munduar që të informohem, megjithse për gazetarët është pak më e lehtë se sa për tifozët, sepse udhtojnë në formë të organizuar dhe ka dhe transport themi që e lehtëson në grupe për të bartur nga qyteti në stadium apo nga qyteti në bazat ku janë të vendosura kombëtarët e kualifikuara. Dhe me të vërtetë më vjen shumë keq që Kosova dhe Shqipëria nuk do të jenë pjesë e kampionatit botëror, sepse do të ishte krejt ndryshe përjetimi edhe për ne, po ashtu edhe për diasporën e shqiptarëve në